Të flasim pak për Air Albanian. Shiko, është shumë e vërtetë që është një fillim edhe ky, si fillim i ri, me thënë vërtetën, sepse ka ndryshuar 360 gradë gjithçka në vizionin tim për të bërë muzikë, po edhe jetën time, jo vetëm artistike, po edhe personale, do thoja. Por është me vërtet një kthes e madhe në jetën time dhe tepër do me thënë se është diçka që e kam ndjekur prej vitesh, kam shumë vite, ju e dini. Doja të thoja, po të mbajmë në diskutimet tona këtu përpara 3-4 vitesh, ne diskutonim që Albani thoshte që nuk e kuptoi pse këtu në Shqipëri nuk funksionon siç funksionon dhe jashtë, që artistët kanë ture, nuk janë të varur në klubet. Apo jo? Është e vërtet. Është një ëndër e imja që më në fund, domethënë, po bëhet realitet në kuptimin e vazhdueshmërisë së saj. Por është e vërtet që unë e kam nisur shumë dal nga dal. Unë koncertet e mia të para i kam bërë para më shumë se një dekade. Kemi filluar në 2014-ën, 2015-ën, 2016-ën. Pastaj bëm, domethënë, disa koncerte, po themi pak më të vogla, po të mirë menduara, me regji, me skenografi, me orkestrime shumë të bukura, dhe me spektatorë të jashtëzakonshëm që u përgjigjen që atëherë shumë mirë. Derisa pastaj bëm Pallatin e Kongreseve, që ishte edhe një sukses i jashtëzakonshëm për kohën. Pallati i Kongreseve ka qenë në 2018-ën. Dhe aty ka ardhur babi dhe mami. Aty kanë qenë të gjitha mosha, kuptohet, po që ka qenë një projekt tjetër. Ai ka qenë projekt në orkestrën simfonike, një pop symphonic concert, në kuptimin që ishte. Dalemi dhe tek pjesa sa të duhet që ti të merresh me këto koncerta simfonike, me orkestrat simfonike dhe për kushtimin që ti. Dua të them që është një rrugë ngadalë dhe patjetër si ishte ti, jo e rastësishme, un kam punuar shumë gjatë, me shumë durim dhe me shumë besim. Edhe në momente të errta që këtu tregu ishte ai që ishte dhe njerëzit ndiqnin atë që ndiqnin, kuptimin ishin të influencuar nga gjëra të tjera. Kë do quash momente errët? Momenti errët për ty. Momentet e errëta them në industrinë muzikore apo përgjithësi, sepse momentin që ti, domethënë, njësia madhse janë klubet për artistët, diçka nuk shkon. Jo se kanë diçka të keqe klubet, nuk kanë kunduar 20 vjet edhe në klub. Por nuk mund të jetë vetëm një madhse por ku është një artist, sepse në klub çfarë ndodh? Në klub ke një brez të caktuar, mund të kesh, nuk e di tani, mund të kesh nga 20 deri 30, kaq. Më të rinjt nuk vin dot se janë shumë të rinj, më të vjetrit kanë interesa të tjera, nuk vin dot. Dhe ti këndon në një publik shumë kufizuar, një, e dyta është pastaj që ti këndon në 2:30 të natës. E kupton apo jo? Ma e gab çika. Ma këndon dhe çika. Kohët e fundit e çuan 3 gati. Në orën 3, po do dalësh, po që thoshin, do dalësh në orën 3 se tani është ai momenti. Imagjinoj që ti të jesh artist dhe të kesh qef mëngjeset e errta për shembull. Se bën dot. Që të dalësh për vrap në mëngjes. Po ima nuk është vetë puna aty, po ti në orën 3 radh parë je i fikur artistikisht, nuk mund të bësh dot një performancë të mirë. Për ata që këndojnë live apo në çdo rrymë ti jesh, edhe në hip hop nuk është normale që një artist prap quhet performer, edhe nëse është reper për shembull, në orën 3 këndojnë live, sepse ka artistë që këndojnë live në për klube, do të them po ka të tjerë që janë playback, pjesa dominante janë playback. Po them naturalisht sa vjen gjëja. Pastaj klubet kanë pas edhe një faktor tjetër që nuk ishte faktor primar artisti, ishte një dekor i mbrëmjeve. Aty kishte event, kishte pije, kishte drita, kishte drinks, kishte DJ të ftuar, vini për klubin, po jo për artistin. Kishte show, kishte balerina, domethënë edhe artisti ishte një nga faktorët, por jo si koncertet. Dhe momentin që koncertet kthehen dhe ato si një madhse, atëherë riformulohet tregu, sepse ç'a ndodh? Një djalë i ri që po më shikon mua apo artistë të tjerë që po mundohen ta ndryshojnë këtë, po themi, treg, fillon edhe beson që duhet të shkruaj edhe këngë dashurie, mund të shkruaj edhe këngë me kitare, mund të flas edhe për tema sociale, sepse unë një ditë mund të bëj koncertet e mia. Momenti që ti nuk sheh një rrezë dritë, por shikon vetëm ato klubet siç ka ndodhur gati 15 vjet të mira në Shqipëri. Duhet të bësh pak muzikë më ritmike, atëherë të gjithë edhe muzikalisht orientoheshin aty me të drejtë, kuptohet? Dhe pastaj e gjenim veten në Shqipëri që nuk kishin për shembull dhe muzikë alternativ ndaj muzikës së klubeve. Do të thotë muzikë për reflektim, muzikë për makinë, muzikë për mëngjese, muzikë për kafe, muzikë për të kushtozon, pra që ti të krijosh. Të themi Gjalban, aq që kosa të njohun, kemi rastisë edhe në koncerte bashkë. Unë të shija që ty të mungonte diçka. Patjetër. Unë të shija dhe ndjeja realisht që Albani ti mungonte diçka, domethënë ishte
më i madh se aq për të qenë aty. Dhe realisht kur vetëm se un kam qenë me këmbë në tokë, në kuptimin. Edhe kjo është më e çuditshme te Albani, që Albani është prandaj këtë gjë e thot Romeo dhe jo Albani. Më me këmbë në tokë, edhe prandaj duhet t'ia them sepse i them thuaj, po nuk e thot kurrë. Kjo është arsye pse ne flasim për Albanin, se Albani nuk flet kurrë për veten e vet. Kur është dashur të punoj, jam munduar të punoj që të shkoj përpara, të kem mundësi të investoj në karrierën time, në këngët e mia, por gjithmonë formula ka qenë një. Ju e mbani mend ndoshta e kemi ndarë dhe bashkë. Formula ka qenë një, që më është dashur të bëj ndoshta edhe unë pak kompromis ndonjëherë, bëj një këngë pak më verore apo një gjë që ecën pak më shumë në këto ambiente festive të natës e këto. Por mbasi bëja dy të tjera që më mbushnin mua shpirtërisht dhe ushqeja ata artistë që prisnin një ditë për të reaguar siç po reagojnë, edhe kanë reaguar vitet e fundit ndaj meje, sepse e dija që ata janë aty, por presin që ne t'ju ofrojmë diçka. Janë aty, besoj që kanë qenë dhe më përpara, tani janë pjekur dhe më shumë kushtet, patjetër shoqëria shqiptare po rritet në kuptimin plas kulturor, edhe po stabilizohet le të themi, se ka qenë një tranzicion i gjatë ky joni. Edhe kështu u bëre sa vite u bëre në skenë? Po un kam 22. Jam tamam që kam dal, po kam 23 le të themi që nga albumi i parë, nga punët e mia të para. Besoj se ti duhet të jesh teknik audio. Teknik ndriçimi, po të gjitha i prek gjitha nga pagaj. Shiko, më është dashur që të jem kudo. Donaldi ka 10 vite në Tiranë, bro. Ti ke 22 vite në sken. Po, vazhdo. Po të zgdash si të merresh, po. Të zgdash si të merresh. Më është dash patjetër që shiko, këto koncertet janë ndryshe, janë sfide madhe dhe ti duhet të jesh kudo. Duhet të jesh edhe tek ndriçuesi, duhet të jesh edhe te fonisti, duhet të jesh edhe tek grafisti, duhet të jesh edhe tek regjizori, duhet të jesh me ta. Kupton, duhet të ndash ndjesitë tua, duhet të stimulosh. Jam kurioz. Nuk e di, nuk e kam idenë. Ja kam fjalë ata që punojnë me ty, a lodhen nga këtë? Lodhen. Lodhen, por dhe frymëzohen. Dhe kjo është fat i madh sepse unë duke dhënë dhe vetë shembull si njëri që e dua me pasion, njerëzit frymëzohen.